Për në hapësirën e intervistës, tani jam lidhur drejt për drejt me zotin Edi Paloka. Zoti Paloka, përshëndetje, faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje Ervin, faleminderit për jush. Dje ka qenë protesta e radhës kombëtare e opozitës, një protestë e cila ka përshkuar të gjithë qendrën e Tiranës, në fakt me momente tensioni mes policisë dhe protestuesve. Së pari edhe njerë, çfarë mesazhi synon t'jap kjo protestë që është e disata tashmë në radhë e organizuar nga Partia Demokratike dhe forcat e tjera të opozitës? Kërkesat ngelen po ato që janë shpadhur prej kohësh në një vend ku demokracia ka vdekur praktikisht, nuk ka zgjedhje tjera, dhe jo vetëm kaq, por dhe ajo e famshmja drejtësi e reformuar për të cilën Rama deri dje mburrej, vdiq edhe ligjërisht, pasi vetë thash ai që mburrej që e kishte sjell në jetë, madje po t'ju kujtoj fjalët e tij edhe pandimën e as të amerikanëve as të tjetër kujt. Po ky i vetëm pra e solli këtë drejtësi të pavarur, e cila do të kishte gjitha hapësirat e lirisë dhe kur nuk do të pengohej nga politika, kryesisht nga kjo majorancë, sipas deklarimeve të djeshme pra, papritur, me dorën e autorit në thonjza të atij që e krijoi, vdiq, u vra, u ekzekutua. Pra, dhe e fundit që kishte mbetur, e fundit edhe njëre përsëris në propagandë, sepse për ne kishte vdekur me kohë, edhe të fundit ky e dekapitoi vetë Rama, kështu që nuk ka më asnjë arsye dhe gjithë jeta është e tillë që qoftë në aspektin ekonomik, financiar, shoqëror, politik, në gjitha fushat, nuk ka më asnjë arsye që shqiptarët të vazhdojnë të presin apo të shpresojnë që gjërat do ndryshojnë për mirë. Kur çdo ditë më shumë tregohet që gjërat po shkojnë më keq. Pra po del ajo që ne ju kemi thënë prej kohësh, në një vend ku mungon demokracia, ku nuk ka zgjedhje të lira, ku nuk vendos populli, por një regjim dhe një çmendur për më tepër në krye të këtij regjimi, gjërat nuk mund të përmirësohen, vetëm do përkeqësohen. Dhe kjo është vërtetuar çdo ditë. Kështu që thash, kërkesa dhe qëllimi i protestave është ai që është shpallur që në fillimet e tyre. Dhënia e një mundësie shqiptarëve të votojnë lirisht, duke i ofruar zgjedhje të tjera dhe të ndershme nga një qeveri teknike, dhe jo nga kjo qeveri që është sot, sepse ka 13 vjet që e vërteton që sa tjetë Rama aty nuk do të ketë kurrë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe përderisa në një vend nuk ka zgjedhje të lira dhe të ndershme, nuk ka demokraci, qytetarëve të atij vendi nuk ju ngelet gjë tjetër veç se të protestojnë për të kërkuar këtë pra që sapo thash. U diskutua shumë, vijon diskutohet edhe sot, ashtu si në protestat e kaluara, në fakt çështja e dhunës në protest. Policia akuzon për dhunë protestuesit, nga ana tjetër opozita ka akuzuar për dhunë jo proporcionale policinë. Ne fakt kemi parë dje skenat kur s'kishte ndodhur më përpara, lideri i opozitës dhe njerëzit që po e shoqëronin atë dhe përpiqeshin ta mbulonin me çadre, janë sulmuar në mënyrë të parreshtur me ujë nga policia, ndërkohë që nuk po është normale që të ketë përplasje aty ku hidhen molotov dhe ku qellohet me gaz nga ana tjetër, por nuk besoj që po hidhte njëri molotov zoti Berisha apo të tjerët që ishin me të. Skena arriti deri në pikën kur grupi që shoqëronte Berishën u penetroi një gardh policie për të mbrojtur zotin Berisha, ndërkohë që vazhdonte uji të hidhej edhe ndaj policëve që ishin në atë gardh. Pse ndodhi kjo dhe në përgjithësi diçka për këtë, se ka debate të forta. Dhuna është e pranueshme, është e papranueshme, si mund të bëhet ndryshe, e ka fajin policia apo e ka fajin mënyra që ka zgjedhur opozita për të